Ka humbur jetën Recep Zenelgashi, pjesëtar i policisë së Kosovës dhe veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës si pasojë e një aksident trafiku. Lajmi është bërë i ditur nga familjarët përmes një postimi në Facebook. Sipas njoftimit, ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në vendin e punës, në pikën kufitare në Morin, ku i ndjeri kishte dalur për të marrë ajër të pastër e më pas është goditur nga një vetur. Me pikëllim të thellë, ju njoftojmë se sot në orët e para të mëngjesit në vendin e punës, në pikën kufitare në Morin, si pasojë një aksidenti tragjik trafiku, ndroi jetë kushëriri im Recep Zenelgashi, pjesëtar i policisë së Kosovës dhe veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas informatave të para, ai kishte dalur për të marrë ajër të pastër kur u godit nga një vetur. Për kohën e ceremonisë së varrimit do t'ju njoftoj me kohë, thuhet në njoftimin e familjarëve. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.